Përshëndetje, ku kemi këtu me parashikimin e datës 10 maj 2026. Si ditë e diel që është, kemi një ndikim shumë të mirë, sepse 10 maj është një ditë lëvizje dhe reagime të forta. Nuk është një ditë ku mund të qëndrojmë të palëvizur, diçka na shtyn të veprojmë. Çështjet dhe ndikimet janë mjaft pozitive dhe impulsive. Është një ditë që kërkon kontroll dhe reagim. Ajo që do të kemi, do të thotë që është momenti dhe mundësia për zgjidhur problemet që kemi pasur më përpara, dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi, por do ishte mirë që disa debate t'i anashkalojmë, sepse kemi mundësinë, është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me gjërat që do të ndikojnë në fushën e financave, në fushën e biznesit, në fushën e karrierës në mos, e kemi mundësinë dhe kohën e duhur. Por pikërisht kjo ditë quhet shumë dita e diellit, ku na jep mundësinë dhe kohën e duhur për çështjet financiare, për çështjet ekonomike, për çështjet e ndryshimeve të mëdha që vijnë dhe jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim, se do shikoni edhe vetë ku janë gjërat mjaft pozitive dhe tepër ideale në anën tuaj. Për sa i përket asaj që do të keni udhëtimet, nuk është udhëtime dashurie ose udhëtime për qejf, por janë për punë. Dhe kjo është një punë që është shumë e rëndësishme mbi takimet dhe bisedimet që kanë bëjnë tani e tutje. Para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite, unë ju kujtoj edhe një herë, por ju që interesoni për parashikime të detajuara, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz, shkoni atje. Atje mund zgjidhni paketën tuaj, mund shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin dhe jeni gati për të dërguar mesazhin për ta marrë direkt në telefon dhe të shikoni se si funksionon në WhatsApp apo në Viber. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së me juve dhe kërkoni që të dërgoni një mesazh kur jemi në pyetje përgjigje, është ky butoni këtu, e klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së përgjigje. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Por edhe që është dashit të duket se jeni të pasionuar dhe pasioni bën punën e vet. Jeni shumë të ndikuar. Megjithatë, kemi një ditë diele, një ditë për disa është ditë pushimi, për 70% është ditë pune, ku kanë mundësinë për të zgjidhur çështje problematike. Në gjithë gjërat dhe në fazën e përgatitjes së gjërave të mëdha, në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, dhe kështu është një diçka shumë pozitive dhe tepër ideale. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me virgjëreshtën e diçit parë dhe briceptet e diçit të dytë, ka diçka shumë të madhe, prandaj bini pas, mos ma lini pas dore, se do shikoni edhe vetë ka diçka shumë pozitive nga drejta. Shkojmë tek shenja e radhës, si do thotë Demi. Për sa përket shenjës së Demit, me qenë se Demi ka një mundësi, ka një periudhë, ka një kohë që vërtet juve ndikoheni pozitivisht në fakt, jo negativisht, sepse ka diçka shumë të madhe mbi favorizimet që keni të bëni, mbi takimet që do të keni tani e tutje, janë takime të rëndësisë së veçantë, takime ekonomike, takime pune, takime që kanë kohën e duhur për zgjidhur çështjet madhore. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë është periudha që vërtet juve jeni për të rregulluar, për stabilizuar gjërat, edhe kohën e duhur për nisma pune dhe jo vetëm. Por mbi çështjet që lidhen me karrierën, sepse lidhet shumë me karrierën kjo, ka të bëjnë me ndikime shumë të mëdha. Por megjithatë, Demi as ka pasur probleme, as ka për të pasur, sepse di shumë mirë çfarë do bëjnë, di shumë mirë ku do të shkojnë dhe mundësi të arta në vazhdimsi. Mbi disa çështje të vogla themun, po këto janë madhore dhe stabile për ekonominë dhe stabilizimin e duhur në ekonomi dhe jo vetëm. Udhëtimet janë mjaft perfekte dhe stabile. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me ujorët e diçit parë, me akrepët e diçit të dytë, është diçka shumë pozitive dhe korrekte nga ana juaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, duket se binjakët kanë disa mundësi. E para është se do fokusohen shumë tek ana ekonomike financiare, tek disa blerje që ata e presin me pa durim, por kjo nuk do thotë se nuk e realizojnë dhe mund të kenë probleme, por janë gjërat shumë të mira, janë pozitive, dhe shikoni edhe vetë, por ka dhe diçka shumë të madhe në anën e tyre të ekonomisë dhe të stabilizimit. Nga ana tjetër, binjakët gjithmonë ndryshojnë mënyrën e
të shprehurit të mënyrën e punës, mënyrën e zhvillimeve të reja që ta kanë dhe mundësitë të arta që do vinë. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhen me anën shpirtërore, me anën shpirtërore do thot me Brisjap, do thot me Akrep, dhe është një mundësi shumë e mirë, por gjithashtu dhe me Peshk të vedicit të tretë, ku është mundësia, është koha e duhur për zgjidhur çështjet problematike. Një nga mundësitë dhe kohën më të artë që ju e keni dhe vendimet që do të merrni janë vendimet historike për sa i përket punës, për sa i përket asaj çka jeni dhe asaj çfarë juve keni. Prandaj është një nga mundësitë më të mira dhe tepër pozitive. Është një stabilizim, është një kohë që vërtet tani për tani juve i keni gjitha mundësitë, sepse duke zgjidhur problemin, duke zgjidhur punën, do të thënë që keni pasur një probleme përpara, është një kohë tani që vërtet është stabilizuese me gjithçka juve kërkoni dhe dëshironi, me gjithçka juve jeni në anën tuaj dhe pozicionimi i planeteve që juve ju ndihmon në fusha të ndryshme të jetës, në fusha të ndryshme të punës, por do shikoni dhe vetë sepse ka diçka shumë të madhe në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj, sepse kjo lidhet me përditshmërinë, lidhet me gjëra të mëdha, nuk është se ka diçka që nuk shkon dhe keni dhe mundësinë dhe vazhdimsinë në punë dhe në karrierë, por në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresht dhe diçit parë, me shigjetarët dhe diçit tretë është perfektja dhe është një mundësi shumë e mirë për të zgjidhur çështje problematike, për zgjidhur gjëra që do dëshironi dhe kjo është koha më e mira dhe më pozitivja e që ndonjëherë në dashuri duket se me dash dhe me virgjëresht është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Për gaforet, në fakt, gaforet tani për tani nuk është se ka një problem këtë të diel, sepse kjo është një diel mjaft e mirë dhe po të se është pozitive mbi takimet, mbi bisedimet që do bëhen tani e tutje, i keni mundësit e zgjidhjes së problematikave të ndryshme, keni mundësin tuaj, keni kohën tuaj, keni momentin e art, sepse kjo lidhet edhe me ndryshimet të mëdha që do të keni tani e tutje, sepse të janë ndryshime rutin, nuk ka diçka që do të shqetësoheni pse nuk realizohen gjëra siç doni juve ose ku di unë. Por është dhe periudha tani që do të shikoni vetë gjërat të ndodhin ose gjërat që do të rregullohen në një farë mënyre për juve të kësaj shenje dhe periudha që ndodhin këto fenomene. Por në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Brisjapët dhe diçit parë, me Peshorët dhe diçit tretë është perfektja, një kujdes të veçantë do të bëni me Dashët dhe diçit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për sa i përket luanëve, luanët të duket se përforcojnë atë që ata kanë, lidhje me jetën e tyre, lidhje me dashurinë, lidhje me vendimet që marrin në kohën e duhur. Por sa janë gati të përgjigjen punës së tyre, kërkesave që ata kanë, mënyrës dhe mundësisë që ata kanë. Unë do të thosha janë shumë të dhënë mbas punës së tyre, dhe diçka parë është pak a shumë indikuar në këtë aspekt, por nuk ka vend për të shqetësuar, sepse kjo ditë është ditë mjaft pozitive, solide për juve, sepse është dita juaj, në fundit ditë e diell. Ka një ndikim mjaft të mirë në lidhje me punën dhe karrierën, me disa ndryshime të vogla, por janë mjaft pozitive dhe stabilizuese, konkretizuese në gjëra të mëdha që ata kanë, dhe është një moment shumë i mirë dhe shumë pozitiv në vetveten e vet. Kurse në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Akrepët dhe diçit parë, me Peshkët dhe diçit tretë që është perfektja, por një nga gjitha gjërat më të mëdha që kanë bëjnë dhe më pozitive që kanë bëjnë janë me Binjakët dhe diçit parë dhe me Shigjetarët dhe diçit të tretë, ku keni mundësinë dhe kohën për zgjidhur çështjet e pazgjidhura ose për shkuar në altar. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë Virgjëresha. Për sa përket virgjëreshave, virgjëresha të duket se kanë gurin dhe arrën dorë për gjenë vend për ta thyer. Pikërisht në këtë ditë, dita e diel, ku është një ditë shumë e rëndësishme, sepse mvaret nga ekonomia, mvaret nga gjëra të mëdha që do të keni tani tutje, por edhe pse me disa çështje madhore, disa çështje nuk është se ka probleme ose ka diçka që nuk shkon, por është një moment mjaft i mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime që do të merrni në anën tuaj, por meqense ju keni edhe disa çështje të tjera u themun, ka të bëjnë me favorizime, ka të bëjnë me ndryshime të mëdha, por gjithashtu është kjo kohë tani që keni mundësinë për të zhvilluar, ndryshuar gjëra të mëdha në ekonomi dhe në lidhje me biznesin. Lidhja me biznesin sidomos është një periudhë mjaft e mirë dhe është perfekte për stabilizimin
e punës suaj dhe një punë tjetër që do të merrni, do bisedoni, do bëhen bisedimet dhe bisedimet janë të fryqshme për juve të kësaj shenje. Në çështjet që kanë bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me shigjetarët e 10 parë, me binjakët e 10 të dytë, që është diçka shumë mirë dhe perfekte, dhe stabilizime, konkretizime të gjërave. Por gjithashtu me virgjëresh peshk, me peshk të mos është vetiu, është periudha, është koha dhe momentet kur ndodhin fenomene të ndryshme. Por gjithashtu nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse është pikërisht kjo periudhë, është pikërisht ky moment, është momenti që vërtet juve e keni mundësinë edhe ndryshimin e madh që vjen tek juve, por meqense juve jeni në një periudhë tani që do të rregulloni gjërat, por nuk ka vend për të shqetësuar këtu, sepse koha tregon që jeni me fat dhe jo me probleme të kësaj natyre. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Me peshore të duket se tani për tani jeni në fakt në një fazë që do t'i ndryshoni gjërat, në një fazë që vërtet e keni mundësinë, keni kohën e duhur për të zgjidhur çështje problematike, kohën e duhur për të arritur qëllimin tuaj. Mundësitë të arta që keni, kohën e duhur që juve do të keni mundësinë të ndryshoni disa gjëra në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj, por megjithatë është edhe kjo periudha mjaft e mirë dhe është stabilizuese, janë çështje konkrete që juve dini mirë të rregulloni, të stabilizoni, por gjithashtu meqense kemi të bëjmë me një periudhë shumë të mirë pozitive dhe shumë korrekte nga ana juaj, por gjithashtu dhe me disa ndryshime të vogla, por janë ndryshime favorite për punën, favorite për gjëra që kanë të bëjnë, por dhe mundësi të arta që vijnë drejt jush në lidhje me dashurinë, sepse peshore dem, peshore gafore, peshore ujor është koha më e mirë e që ndonjëherë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Për sa përket shenjës së akrepit, meqense akrepët të duket se tani për tani kanë mundësinë e gjërave të punës, gjërave të karrierës, më tepër se ka të bëjë shumë kjo, dhe momenti që ka të bëjë koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me punën, lidhje me anën ekonomike financiare, ka të bëjë shumë tani atutje, gjërat që janë më pozitive dhe më aktivet, që do të thotë në lidhje me takim me punën, në lidhje me një ndryshim shumë të madh që do të keni, janë disa periudha mjaft dominuese për juve, sepse duke pasur parasysh shenjën e akrepit, akrepet nuk kanë pasur probleme kurrë, në fakt në lidhje me punën e tyre, sepse dinë shumë mirë ku shkojnë, por në ekonomi kanë qenë pak në dilemë nëse duhet bëjnë një punë të re ose të nisin diçka, po e kanë mundësi, se nuk diskutohet që është koha e tyre dhe momenti, por gjithsesi e përgjithshme duket se është mjaft pozitive dhe tepër ideale në zhvillime dhe ndryshime të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashjet e diçit parë, me ujorët e diçit të tretë, është një periudhë mjaft e mirë tani atutje, ku gjërat do t'i zgjidhni në mënyrën më të mirë të mundshme, por gjithsesi të palidhurit kanë me luanët e diçit dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, meqense shigjetarët kanë pasur disa çështje problematike të pazgjidhura, por kjo nuk do të thotë se janë momentet edhe koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën e biznesit, lidhje me çështjet madhore financiare, por gjithashtu ka diçka shumë të madhe që zgjidhet me anën ekonomike financiare, zgjidhet me problemin e punës juve keni, por njëkohësisht është një moment shumë i mirë dhe juve jeni transparent me atë që bëni, jeni transparent me atë që keni, dhe kjo është periudha juaj. Ky është momenti juaj më i mirë i mundshëm për sa i përket zhvillimeve, ndryshimeve dhe kohës së duhur mbi anën ekonomike, mbi çështjet, financat, biznesin dhe kohën tjetër që juve keni. Gjithashtu e gjitha historia dhe koha juaj ka provuar dhe privon që është mënyra dhe mundësia më e mirë e mundshme për sa përket ekonomisë e stabilizimit, sepse juve ju pret një ditë shumë e rëndësishme, një javë shumë e rëndësishme, prandaj bini pas nga dita e sotme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me virgjëresh dhe me dem është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Për bricapët, në fakt, bricapët duket se tani kanë një moment mjaft të mirë, nuk e diskutoj këtë, nuk e vë dyshim, sepse kjo periudhë është e juaja, kjo periudhë është mjaft e mirë, sepse stabilizoni ekonominë tuaj, stabilizoni gjërat e juaja, dhe momentet që vijnë tani e tutje është një kohë shumë e mirë, sepse përcaktohet ekonomia, përcaktohen gjëra të mëdha financiare, dhe kjo është një nga periudhat që do të shikoni edhe vetë, ku do të ndryshojnë një herë e mirë në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime,
Me ndryshimet juve keni shumë në ndikimin tuaj më të mirë të mundshëm, sepse është kjo periudhë shumë pozitive dhe ideale. Mos u shqetësoni sepse kjo periudhë ka të bëjë shumë me punën aktuale dhe me shumë gjëra të tjera që do të ndikojnë, do të diktojnë në jetën tuaj dhe në përditshmërinë tuaj. Dashuria, duket se me Gafore dhe me Akrep është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë Ujori. Për ujorët duket se lidhje me ekonominë kanë diçka shumë të madhe tani tutje, lidhet me punën e vazhdimsinë, korrektësinë tuaj. Është një moment shumë pozitiv në ekonomi sepse stabilizimi është më së sigurt në punën tuaj, por dhe një punë e dytë bëhet fjalë për të biseduar mbasdite. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Akrep dhe me Binjak janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e Peshqeve. Për sa përket peshqeve, peshqet duket se tani tutje janë në rrugtimin më të mirë të mundshëm të tyre, sepse ja kanë bërë zmetin dhe do gjejnë zgjidhje në problematikat e tyre. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me shigjetar dhe me Binjak janë të mbara, por pak vëmendje me luantë dhe diçit të tretë, sepse këtu mund keni pasur pak probleme, sepse kjo ditë e sotme është dita e bashkimit dhe rregullimit. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht të kësaj dite kaq të rëndësishme të ditës së diel të datës 10 maj 2026. Por nëse dëshironi parashkrimet e tajura, astrologu.al, duke zgjedhur paketën tek sekretaria, dërgoni emailin dhe flasim bashkë pastaj nëpërmjet Viber apo WhatsAppit. Kurse për juve që donin tek pyetje përgjigje, kemi atë butonin aty, e klikoni, e shikoni, ndiqni hapat dhe më pas dërgoni mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigjen. Nga Unë Rropulla, ju uroj më të mirën e mundshme.